Selamu alaikum, o qëtëri. Wa alaikum salam. Kur I lejohet një muslimani ta shkurorëzon gruan e vet? Shiqo, puna e shkurorëzimit të thotë është një punë e urrëtur te Allahu dhul Xhelal, çka Allahu dhul Xhelal edhe pse e ka leju, nuk I ka pëlqy. Do thotë e urren shumë këtë çështje. E tash ka dënjëherë do thotë nuk mujnë me jetu të dy çiftet, për atë arsye se ka pengesa mes tyre. Ato pengesat pa kryesore çka janë do thotë kur bashkëshorti e tradhton bashkëshortin. Edhe kur e tradhton, atëherë pra nuk mundet me duru si shpirt mo, këta. E urren, do thotë çat njeri. E tash për atë arsye janë edhe ajetet të cilat kanë ardhur në Kur'an për çështjen e lianit, me bë do thotë lian, pa marrë parasysh burri gruajin ose gruaja burrin. Edhe pas saj apo nuk bashkohen më kur ata. A mërësh. Kjo është e para. E dyta çka është nëse për shembull shoqja është ka e keq përdor pasurinë e burrit ose nëse e vedh burrin, në udhu billah këta. E atëherë do thotë një hajn, do thotë nuk mundesh me majt te shtëpia jote. Edhe një prej seneve që e kanë përmendur do thotë ulemat, nëse për shembull shoqja nuk ka qef me respektu babën tanë dhe nanën tanë. Ose anasjell tash do thotë kur nuk e respekton babën e saj ose nanën e saj. Tjetra çka është, do thotë duhet me ditë obligimet të cilat I ka burri ndaj gruas, edhe gruaja çka I ka obligimet ndaj burrit. E tash, nëse për shembull gruaja nuk I kryen obligimet e veta, ose burri nuk I kryen obligimet e veta, atëherë do thotë mas miri është mundo. Për shka? Për atë arsye se secili prej çifteve ka obligime në martesë, të cilat obligime do të mësu të ditë. Edhe burri do të mësu obligimet e veta, edhe gruaja do të mësu obligimet e veta, që pastaj nesër mos më ardhë të mos kuptimi me studime. Ashtu që inshallah Allahu dhul Xhelal na ruan prej këtyre problemeve, edhe inshallah Allahu na jep jetë të lumtur bashkëtorë.